në çfarë mënyra na flet Allahu neve si robër që jemi. Mendoj që një prej fjalëve më të mëdha që më kujtohet tash, kur Allahu i thotë për vetë, inni an Allah, unë jam Allahu juaj. Allahu gjithmonë na flet dhe na flet mirë, edhe gjithmonë ka mesazhe reflektuese, shpresdhanëse. Nuk ka shumë nevojë me filozofu, pasha Allahin. Çdo kush i cili afrohet te fjala e Zotit e gjen qetësinë edhe vetveten. Çdo kush mund t'ia çelloj dhe mund të gaboj. Përveç Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ku do me dalë tash te Kurani. Nëse kjo vlen për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po për Kur'anin, që është i pagabueshëm, është libër qiellor, i zbritur nga Allahu. Është fjalë e Zotit, është dije e Zotit, nuk është i krijuar. Nuk ka la yubaddalul qawl, nuk ndryshohet asgjë nga ai. Fjala e Zotit nuk pranon ndryshim, fjala e Zotit nuk ka mundësi me pas gabime në ta, fjala e Zotit është përshtatshme për të gjitha kohët, të gjithë njerëzit, të gjitha rrethona deri në kiamet. Është diçka, një burim, një xhenet, një botë në vete, pasha Allahun, po të bën bej hoxha, pasha Allahun. Kush ka hin ta me njetën e përfitimit, edhe të qetësimit, e ka gjetë qetësinë, e ka gjetë kënaqësinë, e ka gjetë një botë të mbushur, të stërmbushur me lloj mirësi, ta kthen mirësi. Çfarë bën njeriu të shurdhur kur e din se e vërteta është Islami? Shpesh në për shoqëritë stabile në fe, domethënë fetare, janë mundu mu instalu ose dyshimet në fe, ose nepshe. Na kemi për shembull disa shtete të sot botës arabe që zoti përmendi me emra, ku mundohen domethënë përmes dyshimeve në fe me i deviju rinin. Por nuk ja kanë arrit, që kanë kalu tek epshet, tek kajtë, domethënë me lloj misione, lloj programe të caktuara të devijimit. E vetmja rrugë që ta jep lumturinë është rruga e Kur'anit. Ka prej aty në thotë unë si kom bë kur gjë Zotit, unë veç po bëj mirë pse më ka çu këtë sprovë. Kjo është keq kuptim i sprovës. Kjo është keq kuptim. Nëse ju ka çu pejgamberëve, pse mos më çut mua edhe ty? A duhet më lyp jo, nuk duhet më lyp sprovën. Sprova ka shumë mirësi nëse bëjmë sabër dhe e orientojmë sakt. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se vini në episodin ton të parë të podcastit me hoxhën e nderuar, hoxhën Lulzim Susuri, me të cilin do të diskutojmë disa çështje fetare dhe sociale. Hoxhë i nderuar, mirë se vini. Mirë se gjeta vëlla Islam, Allahu të rujtët bërë. Shpresoj që jeni mirë. Edhe ty ky emision, ky podcast. Faleminderit. Valla mirë, patjetër mesin tanë, edhe ty në shikuesve të këtij podcasti, po besoj që do të jemi mirë. Zoti të shpëlbeft. Fillimisht do të fillojmë të flasim në kuptimin e fjalës së Zotit. Hoxhë i nderuar, në çfarë mënyra na flet Allahu neve si robër që jemi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e falenderojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam, ja dërgojmë. Pra po të thamë të falenderoj Islam për këtë iniciativë tonën edhe të shokëve tu, sepse mbrapa kamerave ka edhe shumë të tjerë që janë duke angazhuar me këtë podcast edhe këto emisione. Plus Allah që t'i bëjt bekuara, të bereqetshme, të sinqerta besa prej neve. Pastaj vjen mirë që unë jam përballë teje edhe ti përballë meje, por përballë njëri tjetrit në devotshmëri inshallah taala, edhe në sinqeritet me Allahun azza wa jall. Allahu të bekovë dhasht kajrë, mirësi edhe bereqet, po ashtu në dhasht edhe neve. Sa i përket asaj temës të cilën ti ke përzgjedhur për me bisedurë të saj, se si na flet Allahu xhaleshanu. Nëse dojmë me folë ose me përmbledh këtë temë si shumë shkencore që unë nuk jam protagonisti i këtij stili, po them duhet që të jam pak më i thjesht për popullin edhe për me ata që na dëgjojnë. Unë them se Allahu xhaleshanu na flet gjithmonë. Na flet në të gjitha mënyrat, edhe atë kur s'na flet, ai na ka fol. Sepse ajo është Zot, edhe ai flet me heshtjen e tij, flet me gjithësinë e tij, flet me qiellin e tij, flet me tokën, me diellin që lind çdo ditë dhe perëndon çdo natë. Allahu na flet edhe kur na i çon të mirat, por na flet edhe kur na i çon të këqijat, sepse çdo send është prej tij. Çdo gjë e cila lëviz, e cila hesht, është të folurit e Zotit xhaleshanu drejtuar njerëzve. Është mësim, është metodë e edukimit, metodë e ngritjes besimit, wa fi anfusikum afala tubsirun. Shefni edhe trupin e juaj se si funksionon. Edhe me këtë flet Allahu xhaleshanu, por të folurit më madhështor Allahu xhaleshanu
është përmes Kur'anit, përmes dinit e tij, përmes Kur'anit, përmes Sunetit. Kur'ani dhe Suneti dallimet, Kur'ani edhe me fjalë, shprehjet, edhe me kuptim edhe çdo send është direkt nga Zoti. Kurse hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë kuptimet nga Zoti xhaleshan, kurse fjalët nga pejgamberi alayhi salatu wasalam. Prandaj të folërit e Allahu xhaleshanuhu nuk ka nevojë për ndonjë definicion të caktuar sepse tema nuk është thashë e tillë, por neve mendoj që gjithë secili duhet marrim mësim nga ajo që Zoti flet edhe atëherë kur s'flet. Edhe më e madhe, më madhështoria është Kur'ani, që është kelamullah, fjala Allahut azza wa jall, e pa krijuar ashtu siç edhe është besimi i ehlus sunnetit. Pastaj më anë kësaj nëse pyesim edhe diskutojmë se mirë, cilat fjalë ndoshta janë më të mëdha që Allahu azza wa jall flet robit të tij. Mendoj që një prej fjalëve më të mëdha që më kujtohet tash, kur Allahu i thotë për vetë, inni ana Allah. Unë jam Allahu juaj. Kjo është fjala e madhe. Pastaj fjala tjetër, وقل لعبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Thuaj robërve të mi që e kanë tepruar në mëkate, mos e këput në mytin prej mëshirës Zotit. Kjo është fjala e madhe e Zotit. Pastaj fjala tjetër, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ty të adhurojmë dhe prej teje ndihmë kërkojmë. Kjo është fjala e Zotit që na ka mësuar neve çush me lut Allahut. Ulemaja kanë thonë, nëse përmlidhet krejt Kurani, krejt feja, është në çet fjalë. Pjesa e parë është haki i Zotit, pjesa e dytë është haki i robit. Prandaj ka shumë ajete. Çdo ajet është jo temë në vetë, është botë në vetë. Vallahi është botë në vetë. Allahu xhaleshanu nuk ka shkronjë, nuk ka renditje, nuk ka fjalë të cilat i ka përzgjedhur me 3 shkronja, me 5, me 7, me 12, vetë sa është një mesazh në to. Prandaj Allahu gjithmonë na flet dhe na flet mirë. Edhe gjithmonë ka mesazhe reflektuese, shpresdhanse. Nuk ka shumë nevojë me filozofu. Pasha Allahin, çdo kush i cili afrohet te fjala e Zotit e gjen qetësinë edhe vetveten. Po gjendëruar, shpesh ndëgjojmë disa filozofë që mundohen të filozofojnë rreth fesë, por nuk munden t'ia japin hakun apo nuk mund ta definojnë fjalën e Allahut. Ne si fetar që jemi, si mund ta përpilojmë apo një definicion e kuptojnë që për besimtar është e thjeshtë, që fjala Kurani është fjala e Allahut. Po si ti përçoj mesazhet e Allahut tek masa e gjerë, cilët vetëm e dinë që feja islame është thjesht në xhamia dhe jo jashtë saj. Gjëja e parë që prej devijimeve të disa muslimanëve në thojza në kohët e moqme, ka qenë kur janë mundu filozofive të caktuara edhe urtësive të caktuara me ja përshtat Kur'anin, me ja përshtat fen. Me marrë jetë kuranore me thonë po, kjo jeti kuranor përshtatet me fjalën e Aristotelit, kështu. Sikur me ul pozitën e Kur'anit, ka shih fjalës së një njeriu. Pastaj me thonë, po, është një jetë kuranor që e vërteton fjalën e Platonit ose të Filonit e të Fistekit. Çfarë themi neve? Neve themi çdo filozof edhe njeri i mëshëm, sa do që të jetë në botë, nivelet e njerëzorës nuk mund mi kalu me fjalët e veta. Mbetet njeri. Sa do fjala, prandaj e kemi në një rregull në shariat, një rregull të pa diskutueshëm, të cilën e ka thonë Imam Maliku. Ka thonë Imam Maliku kur ka qenë në mimberin ku ka marrë dars pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në xhamin e Resulullahit, Imam Maliku normal ka jetu mas 100 vjet, ka thonë çdo njeri në botë i merret fjala dhe i refuzohet, mund t'i merret, mund t'i refuzohet. Domethënë del dikush më i mëshëm edhe ja demanton fjalën e tij, ose në fjalën e tij ka diçka të vërtet, mund të ketë pjesërisht diçka të pavërtet, ose me kalimin e kohës mos zbulu diçka më e rëndësishme se fjala e tij. Illa përveç tat, ai që është i varrosur në këtë varr, te pejgamberi ka bëu me dorë sallallahu alaihi wasallam, që është i varrosur në dhomën e vet apo në dhomën e Aishës radhiyallahu anha. Që më kuptu se çdo kush mund t'ia çelloj dhe mund gaboj. Përveç Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ku do me dal tash te Kurani. Nëse kjo vlen për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po për Kur'anin, që është i pagabueshëm, është libër qiellor, i zbritur nga Allahu, është fjalë e Zotit, është dije e Zotit, nuk është i krijuar, nuk ka la yubaddalul qawl, nuk ndryshohet asgjë nga ai. Fjala e Zotit nuk pranon ndryshim, fjala e Zotit nuk ka mundësi me pas gabime në ta, fjala e Zotit është përshtatshme për të gjitha kohët, të gjithë njerëzit, të gjitha rrethonat deri në kiamet,
Që me kuptu, kushdo që vjen dhe mundohet ose me ndryshu, ose me përmirësu, ose me gjetë gabime sipas tim. Na i themi ti lodho, adin bile na bën nder që ti merresh me me gjetën e gabimeve të Kuranit, falenderojmë shumë që ti ki mu marr 20-30 vjet edhe në fund ose ki me dal pa rezultate, se ki me dal pa rezultate, ose ki me dal me rezultat. Çfarë rezultat? Ki me udhëzu, ti ki me udhëzu. Ka me gjetë vërtetën. Po, ki me gjetë vërtetën. Prandaj lodhu se inshallah mos pia sheh herën. Përndryshe ti me mendu që mundesh me gjetë. Kjo ka qenë në vitet 60-ta, 70-ta, 80-ta kur bota perëndimore ka pas atë eksplodimin, po që kështu shkencore dhe janë mundu domethënë me gjetë disa orientalistë të caktuar ku na kemi shembuj, po ky nuk është tema të hym detaje. Domethënë mundu me gjetë disa fjalë nga Kurani, disa detaje që sipas tyre kanë qenë të gabuara, por me kalimin e kohës, pastaj me kalimin e viteve, 5 vjet, 10 vjet, 20, është vërtetuar se ata kanë pas gabim edhe Kurani s'ka mundësi të jetë gabim. Prandaj çdo filozof kushdo të qoftaj perceptimin të cilën ata mund ta kenë ndaj Kuranit, çfarë do koftaj na themi. Perceptimi i saktë ndaj Kuranit është se është fjalë e Zotit e zbritur tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam përmes Xhibrilit alayhi salam, e zbritur domethënë dal nga dal te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe me leximin e tij bëhet adhurim. Pra domethënë nuk është vetëm thjesht dije, por është edhe adhurim. Pra mendo ti, domethënë është vetëm libër në botë që ulesh edhe lexon edhe ki sevap si mu fal, e ki sevap si me agjëru, domethënë është ibadet në vete. Janë edhe hadithet, po hadithet është feja, dia në përgjithësi çka të merr. Po, praktikojmë. Ama më thon, ne shkruajnë, po, ne shkruajnë edhe sevape. Mas paku. 700 edhe pa kufi. Alif lam mim të shkruajnë, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Man kata sjellësh, është diçka një burim, një xhenet, një botë në vete, pasha Allahun, po të bën bej hoxha, pasha Allahun. Kush ka hin ta me njetën e përfitimit, edhe të qetësimit, e ka gjetë qetësinë, e ka gjetë kënaqësinë, e ka gjetë një botë të mbushur, të stërmbushur me lloj mirësi, ta kthen mirësi. Nuk ka jetë kuranor që vetë është shërim. Allah nuk ka thonë është ilaç, është shërim Kurani. Kurani është për këtë botë, për botën tjetër, për botën e ardhshme, për botën e kaluar, për histori, për gjeografi, për çdo sen. Nuk ka në botë edhe tash që domethënë dikush i cili shkruan një libër, i cili ai libër mund t'ia ti dobishëm për një 50 vjet. Pastaj vjen një sistem tjetër edhe ka dalë se këto janë kon 30 ato që kanë pas këtë sistem. Por sistemi i caktuar që dim na 50-60 vjet komunizmi, ja 60 vjet demokracia ose çoroditja, po Kurani i pathyeshëm, i pandryshuar deri në kiamat. Prandaj ato janë tentativa të dhimbshme që me hub njerëzit kohën, domethënë me këshyr me gjetë vrejtjen Kur'an, pse u bura më mirë kthehuni te rruga e Zotit edhe studiojeni për me përfituar, jo për me kundërshtuar. Hoxh, çfarë bën njeriu të shurdhur kur e din se e vërteta është Islami? Cilat janë arsyet pse e ndalon, pse nuk don me pranu të vërtetën? Kur e din që gjithë feja islame është fe e pastër, me të cilët mundesh ta kalon një jetë të lumtur, perfekte, të cilat nuk ka tmeta në fe. Secili mundohet ta gjen lumturinë në këtë botë përmes pasurisë apo përmes udhëtimeve jashtë vendit, por e din që ajo nuk është lumturi apo pasuri e vërtet. Pasuria e vërtet është në fe. Çfarë mund të na thoni? Pse nuk e pranojnë të vërtetën? E para, kur kanë diskutuar dietar, domethënë pse njerëzit ose devijojnë ose nuk hyjnë në fe, kanë thënë janë dy shkaqe kryesore. Është ose pasimi i epsheve ose futja ose pasimi i dyshimeve. Futja e dyshimeve. Prandaj shpesh në shoqëritë stabile në fe, domethënë fetare, janë janë mundu mu instalu ose dyshimet në fe ose në epshe. Na kemi për shembull disa shtete të sot botës arabe që zoti përmendi me emra, ku mundohen domethënë përmes dyshimeve në fe me i deviju rinin, por nuk ja kanë arrit, që kanë kalu tek epshet, tek kajtë, domethënë me lloj-lloj misione, lloj-lloj
programet të caktuara të devijimit. Prandaj na themi është e vërtetë që njerëzit që janë musliman mundohen me gjetë qetësi, rahatllëk etj në të gjitha format, sa pastaj kalojnë ato lukset njerëzore që mund të kenë halal, ushqimet e mira, shëtitje etj, kalojnë edhe në haram, për shembull në pimjen e drogës, në ato haram të tjera, alkooli, amoraliteti, ku edhe pastaj i kalojnë edhe këto me kalon diçka shtazarake, në për shembull në ngrënien e mishit të njerëzit, në dhunimin e fëmijëve, në marrjen edhe bërjen e gjuetisë së njerëzve, domethënë marrin njerin edhe lëshojnë me një mal aty, me një natyrë, ose në për lufta të caktuara, siç është rasti i Sarajevës, që u përmend, u përfal edhe çka bën domethënë del aty edhe bën gjueti njerëz. Pse ai mendon që po e gjan çtu qetësinë, ai mendon që në fakt e ka shumë më të lehtë, edhe këtu s'ka me gjetë, se fundi i kësaj ka më qenë e jethtë, edhe në fund Zoti na rrit në xhenem, apo nëse nuk mendohet, ose vetvrasje në këtë botë, ose nëse s'ban vetvrasje, atëherë vdes edhe në fund e udhë bila në xhenem. Çfarë themi neve? E vetmja rrugë që ta jep lumturinë është rruga e Kuranit, rruga e Islamit në përgjithësi, por pasi e kemi fjalën për Kuranin, për fjalën e Allahut, themi Kurani pastaj Suneti, pra feja në përgjithësi. Njerëzit ka Kurani ka një magji, po e quaj kështu kushtimisht, mos keq kuptohemi se na magjin zakonisht themi magjia është e ndaluar, po ka një vetvete, një reflektim që momentin që e dëgjon, momentin që e lexon, zemra qetësohet. Prandaj edhe kur hyn në ato valet se si kur lexohet Kurani, edhe valet e muzikës, dallimi mes tyre dhe të Kuranit, e sheh se janë aso vale jetët kuranore, zgjatja atyne, sa shkallë leximi, domethënë të cilat reflektojnë, ndikojnë. Qënë në për disa që bën prova, ose si më thonë në për natyrë që dalin ata dhe i testojnë njerëzit, ja vjen këtu në veshat ose anë, i thonë nga veç pak. Edhe ai me një njëherë. Ose me kajt, ka diçka. I thotë çka është kjo, e pat opinionin thuj, i thotë nuk është diçka njerëzore, është diçka hynore, po të nxjerr prej botës, po kalon. Para mendo ti veç me ngu Kuranin, çfarë sevapi fjalën e Allahut azza xal, çfarë qetësie, po një njerëz pianist po kanë. Është me tatuazh, është me ato, është me këta, është veshje jo të hishme, mashkull ose femër. Po nuk ka mundësi më ka ndryshe, sepse shpirti është kriju për me ngu Kur'an, shpirti është kriju me pasu Kur'anin, shpirti është kriju me ndjek këtë rrugë të Allahut azza xal. Po pse gjatë rrugtimit e ka hub busullën, orientimin, është mesele tjetër pasaj. Prandaj na po dal pi tepës, duhet me falëndëruar Allahun azza xal që na ka bën për musliman. Pasha Zoti nuk ka qenë aftësia jona. Nuk është mirësi që na kena ditë vetë, Zoti ka dashur me rahmetin e vet. Nuk është po aftësia as merit. Domethënë Allahu ka dashur me rahmetin e tij. Prandaj para mendo veç me ngu, çfarë sevap, me lexu, po me praktiku, po me ndje Kur'anin, e marr. Na kemi raste kur shohim njerëz të cilët janë shumë të mençur, shumë të ditur në çështjet e dunjas. Nuk i ka udhëzuar Zoti xhaleshanu. Edhe ta shtu ja Rabb. A meriton ti o Zot një falëndrim ekstra, më qumë ta bëj ty një sejdë falëndrimi që më ka udhëzuar mua mesin e këtyre njerëzve. Më ke bërë për atyre që e lexojnë fjalën tonë, ulën e lexojnë. Kur ta lexon një ajet kuranor ku ka vend sejdës, ku ka ajet sejdës, a nuk meriton Allahu xhaleshanu me ran sejdës të ka mundsuar me lexu fjalën e Zotit? Sa njeri ka lexu 40 vjet gazeta, 40 vjet. A janë për me lexu? Po, për me lexu informacionin, në rregull jemi. Ama se ka lexu kur Kur'anin, ka vdek veç me lajme që ka ndodhin filan botën, në filan shtetin, me respektin për dijen, për informacionin, për këto sanë, si jemi kundër leximit. Po jemi kundër asaj që me çu kohën ka domon kur mos me mund me lexu fjalën e Zotit. Prandaj na themi që nëse dojnë me gjetë sebepi pse njerëzit largohen është në këtë kohë ose informacion i gabum, edhe pse unë më nuk ju vë faj atyne që shkepin informacion të gabuar, sa ju vë faj atyne që e absorbojnë, e pranojnë atë informacion, ka dalë vëlla. Ka dalë o ti filan, ti ka mundësi besot me himë ngu, me përfitu. Po dalë aty të manë Evropiani, në për TikTok, në për jetë, e merë pelshan aty në filan hoxhen të ngu Kur'an, ky po kanë këtu. A keni pas rastet tilla, unë sham dalin të banë që pa iman është, veç reflektimit të banë, ti sot ki mundësi me ngu rreth fesë. Lejma ato që ka thonë filani feja islame qenka, si pas ti e keqe, edhe ta shumë pi besajaja. Ti ta shiki mundësin me ngu. Prandaj unë mos pi faj, po të faj ty pëse s'parin deri tek e vërteta, kur e ki mundësin me. Le të më shkruan gjithë se cëllën zëllën dënë gjumë të botës, unë jam gjatë me këtu përgjigje. Pse unë? Jo që i ditë gjithë gjumë, po sot i kemi
inteligjencën artificiale dhe ja përkthen apo në çast ja përkthen në gjuhën e vet ai çish doje. Bile po isha me IA që në badë mando xhallar shqiptarë dhe hyna më interesova tu maj derse dhe man arabisht me minutazh gjatë. Unë e di që atë gjuhë që shëndëgjohë ato ai nuk e flet ati niveli, do më diçka shumë akademike, do më thonë si më konë bimbazi ose kush me thonë. Edhe pse ka mundësia, ata pse mos me ndëgjua ata, pse mos me përfitu prej kur është mundësia. Hoxh, shpesh ndëgjojmë që njeriu kur sprovohet e kemi një keq kuptim. Kur sprovohet një musliman thonë ky është ndëshkim apo është sprov. Do thonë cila si duhet ta trajtojmë sprovën. Ndëshkim ndaj neve apo sprov që mendojmë që do të përfitojmë prej saj. Po. Nëse bëjmë sabër. Po. Islam Allah të rujtë të bekoft. Kjo është na bën shumë kjo pyetje është interesante, nuk e di, do shta ka nevojë për një sqarim edhe perceptim më të saktë. Në një gjë duhet me ditë që në të dyat edhe kur është sprov, edhe kur është ndëshkim, kemi argumente për këtë dhe për këtë. Ndëshkim Allah Azza ka përmend në Kur'an, çdo fatkeqësi që ju godet është si pasojë e veprave të juaja, mëkateve të juaja që keni bërë me durët e juaja. Pra në parim themi, çdo keq që mund më na ardh, na duhet me kontrollu veten tonë pse ka ardhur. Pse ka ardhur, mos kom bën ndonjë gabim, mos e ku më dhun diçka Zotin, mos kom hyn haram, në tregtin, biznes, në ushqim, në respektim të prindërve etj. Mos i kom hyn dikujt në hak, dikush ka bën ai dua kundër meje, udhëbila. Ose vetë është thënë Zoti me mua, edhe po pra domethënë mund të themi që duhet të analizojmë mirë meselën, mos është shkak i veprave të mia kjo fatkeqësi që më ka ndodhur. E tash, nëse shohim mbas të analizave tona se nuk po del diçka, nuk po reflekton se është një mëkat që po dim na, çka na themi kjo mund të jetë sprov. E sprovën pastaj. A jemi ne ata të cilët do ta vëmë në funksion pozitiv apo do ta shfrytëzojmë kundër vetes tonë apo pro vetes tonë. Qysh, Allahu Azza wa Jall mas shumë ti ka sprovu pejgambert. Të dashurit e tij, mas pejgamberëve thot për Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, më të sprovuar janë pejgambert. Thumma al-amthal fal-amthal. Pastaj ata që janë më të devotshëm e të shku të ra në niveli i devotshmërisë. Po, më pejgamberët, evliat, të sinqertit, dietarët, etj. Deri tek në fund të unë edhe të ti. E tash. Pra, kanjonon po vinë kanë si pasojë e mëkateve tona, mund me ardh. Por nëse na shohim se çdo sen po na duket që në rregull. Na prap nuk themi unë jam në rregull, ja mund të kem unë ndonjë mëkat që unë kam harru. Se kam marrë mend ose se kam ditë që jam të bë mëkat, ku e di çka. Unë prap kërkoj pendim te Allahu xhaleshano. Edhe kaloj te ky opsioni, mund të jetë sprov, e tash çka të bëjmë me sprovën? Ne sprovën tash. Si ta menaxhojmë sprovën? Nuk duhet ta marrim ne si një dënim nga Zoti, kjo sprova që bëdon Zoti Azza wa Jall gjithsesi mumem që ndërgojt. Por Allahu xhaleshano përmes sprovave besimtarët ose u ngrit gradat në këtë botë, ose në botën tjetër, ose u afshin mëkatet, ose i bën më të fortë, ose i nderon, ose i kthen ka hajri, ka rruga, se ka mundësi që ka dalë besimtari pak pi udhës Allahut edhe përmes një sprovë Zoti Azza wa Jall e kthen rrugën. Prandaj, nëse neve na vjen kjo, edhe kena pa që s'kemi bë, po si sprovë e trajtojmë, edhe bëjmë sabër se besimtari jetën e tij e bën mes dy binarëve të trenit. Bilancave. Mes dy bilancave, po, balancave. E para është falëndrimi, edhe e dyta është durimi, sabri. Falëndrimi, kur na çon të mira, nuk dalim meç. Se të mirat njerit mund mja thuj qafën. Çka bën besimtari rrin e falendron Zotin fama bi ni'matin min rabbik harova është fjalë, nuk është ajet kuranor. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Çdo e mirë që vjen është nga Allahu xhaleshano. Pra, çdo e mirë që na vjen prandaj Sulejmani alayhis salam kur i kanë ardhur mirat, kur i ka ardhur arshi Belkisës e tjerë, çka ka thonë? Hadha min fadli rabbi. Kjo është mirësia e Zotit. Kur kemi na mirësi nuk dalim meç, sepse ka njerëz që me të mira devijojnë nga rruga e Zotit. Po edhe kur kemi të këqija, prap nuk dalim meç me thonë pse Zoti ma çoi mua. Çka e bën unë Zotit? Shpesh ndodh tek populli pi kërkoj Zotit. Do thonë ka një dëshirë, i lutet Zotit, po Zoti nuk po ma pranon duan. Po. Fatkeqësisht e kemi këtë çësje është ngushme. Edhe thot, ka prej aty në thot unë si kom bë kur gjë Zotit, unë veç po bëj mirë pse më ka çu këtë sprovë.
Kjo është keq kuptimi i sprovës. Kjo është keq kuptim. Nëse ju ka thënë pejgamberëve, pse mos më çut mua edhe ty? A duhet më lyp? Jo, nuk duhet më lyp sprovën. Sprova ka shumë mirësi nëse bëjmë sabër dhe e orientojmë sakt. Në Islam një gjak, ulemat e kanë përmend kështu. Allahu Azza wa Jalla ka pranuar duan e besimtarëve kur ka thonë: O Zoti ynë, mos na sprova më shumë se çka mujna me e bajt. Ajeti i fundit i surës Al-Baqara. Kanë thonë ulemat, çdo sprovë që të vjen në botë, mos mendoj që të ka ardhur më shumë se sa çka mundesh me bajt. Nuk ka shans. Se Zoti kur është bërë kjo dua, kur bën nga besimtarët, thotë Zoti e pranova sa na analizojmë këtë atë Zot, mos na ços prova çka s'mund me bajt. Ulemat kanë thonë Zoti çan sprova vetë sa mundesh me bajt, por nëse ndodh që dikush sa të mujt me bajt, ka hub njëri krejt. Ka hub rrugën në marr. Çfarë themi? Dietarët kanë thonë, nuk është problemi sa është sprova e madhe, është problemi se nuk është tu ditë me menaxhu sprovën. Ka zgjedh rrugët e gabuara për ta menaxhu. Sa dhe patoni një rast ku njëri ka djalin e smutë në spital, po i dham këtu, po i dham dikun. Çka me bo? Ka shku tek një hoxh në thojza me bëhaj mali. Para më da, qëfar një sprove dunjas e shëndetit të kalon në sprove të besimit. Edhe që jep ai domethënë ti shkruan hemalia të sanavane. Kjo është, pastaj kjo sprove po kalon fatkeqësi. Leçen po ta merr pasonin, tu e çon nëpër mjek, leçe po ta humb kohën, po stresan, po të mërzit, ngaj poshtë nëpër spitale, po ta merr edhe ahiretin. Po të zgjidhin pe bën gabum. Domethënë, këtu nuk është problemi pastaj i asaj sprovës, sa është problemi i keq menaxhimit. Në momentin që, domethënë, këta njerëz duhet më u kthy se na jemi të fol për Kur'anin në rrugën e saktë Kur'anit të sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në përsprova. Jo më thon, a mos më ka mu dënim, ka dal, merr me kujdes. Bark balenës o kon pejgamberi Allahu të zgjallë dhe ka falendëruar Zotin. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kon në shpellë, janë shtu kret Mekka, domethënë për me myt, edhe që ka thonë la tahzanin Allah ma'ana. Mos u mërzit, mos u pikëllo, Allah është me neve. Musa alayhi salam mbregdet, apo thon inna ma ya rabbi sayidin, Allah është me mua. Ka me orientu, ka me mollzu. Ngon sprova për ata. Nuk u kon hajgare, domethënë, prandaj i kanë menaxhu, i kanë mirë menaxhu. E jo me marrë gjithë sen me siklet, domethënë, thera parë që ty në kam, mi haru krejt ajetet Allahu të zgjel për shpërblimet e sprovave etj, me thonë, au pse më ndodhi mu. Allahu ka thonë në Kur'an, Zoti nuk pyetet. Ju jeni ata që keni më pyet në ditë kiametit për veprat e juaja. E ju Allahu për veprat që ti çan ty. Ti veç duhet me bë, me orientu, me sabër, çish duhet. O gjinderuar, pse Kur'ani depërton tek disa zemra, kurse tek disa zemra tjera nuk depërton? A është ku qëndron problemi këtu? Islam mendoj që një prej dy sebepeve mund të jetë e para ose është për shkak të mëkateve të robët i cili a mund të jetë edhe nga mendjemasia, arroganca? Mund të jetë edhe ajo, por arroganca dhe mendjemasia mendoj që hyn te mëkatet, pjesë e mëkateve janë. Domethënë, kur themi mëkatet, e di me hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që zemra është e bardhë, momentin që e bën një mëkat i bën një pikë zezë etj, derisa ti bëhet të tërë zezë. Pastaj mo as nuk mund ta dalloj pas ta pranoj të vërtetën. Prandaj edhe na shohim domethënë zemra të cilat janë nxjerrë edhe nuk mund më dallu të vërtetën prej të pavërtetës për shkak të mëkateve dhe mo nuk ka ndikim as Kur'ani tek këta zemra. Ose domethënë e ka marr Kur'anin perceptimin, kjo e parë domethënë mëkatet. Edhe e dyta, perceptimet karshi Kur'anit janë perceptimet gabuara që prej fillimit. Edhe nuk jep shansën vetës me shku mul aty si një talebe, si një kërkues i të mirës, i dijes, i të vërtetës. Prandaj na kemi në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur atë që mdul prej mendjes emri atij poetit arab, mund ta ndihmoj dikush në për komente pastaj, i cili ka qenë prej poetëve më të famshëm edhe ka shku te Kurejshet dhe ka thonë unë po shkoj me debatu pejgamberin alayhi salatu wassalam edhe me kthyn të vërtet. Edhe ka shkuar ka lexuar disa poezi. Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë ban unë tash me fol edhe ka filluar me i lexuar disa ajete kuranore, kur ai ka thonë mjaft. Aq e ka kuptu, aq e ka njoft botën e poezisë, e ka pa që s'është poezi edhe këtu te populli vet ka thonë
fjalët që po dalin prej tij nuk janë fjalë njerëzore, janë fjalë hyjnore. Prej gojës tij të dal amëlsina, është të dal sheqer. Edhe kupton, ktheuni kupton, i kanë thonë Mekasit, a të pas ka bën edhe ty magjia? Të ka mashtruar edhe ty të mashtroj sikurse ata të tjerë. Ku po du me dalë me këta? Domethënë njerëzit të cilët kanë bënë një perceptim të gabuar ndaj fesë, ndaj Kuranit. Ata pastaj nuk vjen deri tek mundësia me ndëgju Kuranin, me thonë tash sa kemi në raste kur njerëzit kanë ardhur në xhami, hatri i shokit vet, ose kanë ngun televizor në familje, hatri i mikut vet në ders. Se kanë ngu pse ka dashur. Po ka pa diçka. I është dhënë shansa për zytje, ka ngu pak më me qef, për stretje, për skatët e ka lyp vet. Prandaj perceptimet e gabuara të cilat i mbillën, unë e përmend edhe më herët, sot na nuk duhet më u bazu se çka po flitet keqe, me thonë për me kona keqe, ti duhesh me provu. Njerëzit droga, që drogë, domethënë kur ti thot mjeku, hoxha, ky zban, ka për atyne që janë kurështar, do me provu. Ti pse provon Kur'anin? Pse s'e provon me pa? Po nuk ka mundësi njeriu i cili e ka qel zemrën për Kur'an. Unë kam edhe mos më ndiku. Kam pas rast kur një njeri më ka thënë kam lezu diku 26 herë apo 28 herë Kur'anin. Edhe nuk kam pa reflektim të ai, normal shqip e ka lezu. Por kur në bisedë sipër, ai më tha që e ka lezu për me i gjetë gabime. Andaj në momentin që lexohet me niyetin e keq, sikur edhe Allah nuk po t'jap bereqet. Nuk po t'jap bereqet Zoti Azza Xhel. Domethënë thjesht nuk du ta përmendej shumë, por mas është shembull kuranor, ndoshta vlen me përmend që ka thonë Allahu Azza Xhel për ata të cilët e kanë marrë Teuratin, po s'kan punuar me ta, thjesht i kanë bajt sikurse gomari që bën libra në shpinën e tij ama mbetet prap gomar. Asgjë tjetër. Mos mbreget kërkosh ai i cili domethënë shkon edhe e studion në fenë, studion Kuranin, mëson edhe prap mbetet në atë moshë me pa reflektuar. Kjo është shumë gabim. Pra, lypet reflektim. E këto e bëjnë, pra nuk reflekton ose të njerëzit që janë mbush me mëkate, denat mas sa ma. Edhe pse edhe këtu, te këta njerëz, prap në thellësi diku zemrës tyne ka një çfarë shkëndi. Por ndoshta veç du ta e mollëz mirë, tek me kap momenti sa është ndoshta si pjesë e barutit e lakt, ka nevojë motor pak. Për me reflektu. Edhe dyta janë ata të cilët për me kanë armiqsu dinin, këtë fe kanë armiqsu, e na kemi edhe në shoqërinë tonë, njerëz të tillë që kanë armiqsu Islamin denat mas, sa ata e din, wallahi e din. Edhe ka pas për tyne që kom ne që dalin për lloj grupacione sa në vend, domethënë të kilaf taksi, kinë se domethënë Kurani feja në ignisan, Allah e din ata çka është e vërteta. Por thjesht aq armiqësia, aq urrëtia, sikurse Ebu Lehebi, Abu Gjali, e din çka është haki. Po thjesht domethënë veç don me shfaq armiqësi kështu 100%. S'ka qëllim tjetër, armiqësinë e hapt, tu e di që ka me shku në xhenem, nëse spendohet normal. Hoq, a jemi të gatshëm ta dëgjojmë të vërtetën edhe pse e vërteta kërkon ndryshim? Unë mendoj që tash nëse flasim nga perspektiva e jam, normal që jemi të gatshëm na si besimtar, alhamdulillah. Po në përgjithësi nëse flasim, unë mendoj që me arritjet e shumta që në bë dhe shpërthimin më thonë e informacioneve ose shkencor që është bën këtë botë. Para mendo domethënë ti je në gjendje me fol sot me një program, domethënë inteligjencë artificiale, i cili nuk ekziston dhe bësh muhabet deri në sabah me ta, apo kupton edhe e shumë sa në tjera, atëherë nuk mendoj që njerëzit nuk janë të gatshëm nga ky aspekti social, ekonomik, shoqëror e tjerë. Por e kanë një problem që tjetër që nuk jam të gatshëm akoma për me fillu me dëgju dhe me reflektu fjala Allahut Azza Xhel te ta. Ajo është se anës shpirtërore nuk kemi t'u dhënë rëndësinë e merituar dhe kjo ka më na kushtu. Jo neve si besimtar, unë jam i bindur se një njeri i cili i bjen Allahut 5 herë në sejdë, i cili e din që ka diçka hyjnore, e din që ka një botë tjetër, edhe ka lidh zemrën e tij, shpirtin e tij me botën tjetër, me xhenetin, nuk është i stresuar nga streset e kësaj bote, nuk është i friksuar nga rreziku, nga ngritja e çmimeve të naftës, nga mbyllja filan ngushticës edhe asaj e kësaj. Nuk e ka këtë problem. Normal se ne nuk po themi që të mos jemi të kujdesshëm në anën ekonomike të familjes, etj, të mos i planifikojmë mirë. Jo, këtë s'po them. Por përderisa kem besim që çdo sen është në kaderin e Allahut.
Zoti kërkon prej neve mas pari përmirësimin shpirtëror, sepse Allahu është ai që shikon zemrat edhe veprat tona, jo fizionomin, domethënë edhe setrën tona, po janë dorës dytë ose tretë kështu me radhë. Prandaj që kjo kategoria njerëzve të cilët e kanë harruar shpirtërorën duke u dhënë mas çasaj materiales, e kanë problem. Kështu unë i shoh domethënë shumë njerëz të cilët mendoj presin kur vjen vikendi me shkuën për natyrën, për anë, për kënaqë, për çka, thotë po du pak me largu stresin. Unë nuk e kam as stres. Pse? Unë pastaj ditë shkoj në xhami edhe unë kur shkoj në ora 4 në sabah me fal sabah, dhe çfarë qetësie. Qetësinë që e don me gjet mal unë e gjoj në xhami. Unë akşam ja si rrin në xhami. Edhe se kam, po kur tham unë mos e marrni tash unë doan me tregu se unë shumë i devotshëm, se kam unë besimtar, apo kupton përgjithësi jam të fol. Po jam të fol përgjithësi. Pse? Na çelim Kur'anin, kupton edhe kur është besimtar i vetëm në xhami, edhe ngrit zanën, elhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, kret emocione trupi. Kret tërqet trupi. Kret kënaqësi shpirti. Këta ata nuk e kanë. Për me, kur të bjerë në sejdë për shkak namazin e natës, nëse besimtari ka një telazhe, ka një ngushtim, çotë dhe i falë 2 rekat. Botën me ta dhënë ti nuk ta vyn veç kënaqësia e sejdës namazit natës. Këtë duhet me provu. Prandaj njerëzit të cilët nuk janë në çet lojë, po them kështu. Është pak problematike me ardhmë me thon dikujt që duhet me dhon zeqat. I ka 100 milion euro, apo duhet me dhon shembull 250.000 euro, sa i bjerë 2.5%. Se di mos ka po dikush për gjysën matematike kum pas 2 edhe ata me hatër më kanë qit. Po ve gari, islam mos e merr pani më. Se trashë kum pas, jo dish. Ne pas. Domethënë tash ai nuk mund me perceptu, domethënë mi thon 250.000 euro. Po Kur'an shkruan, o burri fort, kështu shkruan. 30 minuta pa buk, te Ramazani po dal. Ai nuk e percepton se anën shpirtërore ka mango. E çka duhet me bë? Mo fokusu. E në këtë rast kur fokusohet kënaqëna ka ana shpirtërore, e pranon ma lehtë pastaj fjalën e Allahut. Kur ti thot Zoti azza wa xal, o ju besimtar, kur janë vakti i përmendjes Allahut në ditën e xumë, lëni biznesin tregtin, shkoni përmend Allahun, ai më rap, nuk e ka gajle. Kur ti thot Allahu azza wa xal, mos u merr me kamat, ai është i gatshëm me sakrifiku çdo sa me nejt me një kerr, me një banesë, me një shtëpi më thjesht, e mos më u paraqit, edhe mos më duk, edhe mos me luksin e jashtëm përmes kamatës. Është i gatshëm i bë këto, është i gatshëm me dhon çdo sa për zot Zotit. Është i gatshëm me pranu vdekjen nëse i thot një mjek që ki kancerin, thot alhamdulillah qadar Allah ma sha, Zoti ka shkruar çështo. Unë pa ta rastin jam me njërin porimin e YouTube, po më thot po më lëvdohet menaxheri i tij, po më thot ky kënej ka bën investime për 100 milion. Marrëmend se kështu është tunësh këtë është tunësh. Edhe tash për me ulla ti pak edhe në të, jo me nënçmu, po mi thonë ka dalë se, a di që ka zot, ki me inë varë vetëm. Thash, mashallah, në bekoftë, thash, mirësi e bereqet e tjere. A je përgatitëm, thash, me shku të mjeku, me bo një analize, me thonë mjeku, ki kancer? A, tha, është, tha, ma prish, tha, na janë kret, tha. Kret, tha, ma prish, tha, nuk e kom prit, tha. Sikurse, si me kap një dreqje, si me kap, i hini sikleti. Pse? Nuk është i përgatitëm, për arsye se po i mungon që shpirtërorja. E nëse ai do ta ndëgjonte fjalën e Allahut azza wa xal, që ka thënë Zoti në Kur'an se Exheli është i shkruar te Allahu. Exheli është në dorë të Zotit, e ka shkruar Zoti në momentin e vdekjes, edhe kryej filmi. Pastaj sebepet kanceri, kjo këtë janë të parëndësishme për besimtarin. Ama kur është i përgatitur e ngon fjalën, kur i beson që to, domethënë është në gjendje me i vun praktik që të fjalën e Zotit, domethënë që risku është në dorë të Allahit, veç puno me halal, lype me halal, vdekja është në dorë të Allahit, sprovat janë në dorë të Zotit, fëmijët janë në dorë të Allahut, domethënë Zoti më dash me të fal, fëmijët të fal, mos më dash s'fal, e nuk çohet ai pastaj me harame, me nalet aty ku ka thënë Zoti më nal, dhe es përpara aty ku ka thënë Zoti më es përpara. Prandaj njerëzit të cilët nuk janë të gatshëm, edhe pse i kanë mundësi të thash, inteligjenca artificiale tjerë, këtë mundësit janë, jep me kuptu që anën shpirtërore e kanë mangu. E ky balansim mes dunjas, çështjeve të dunjas dhe atyre shpirtërore, pra materiale dhe shpirtërore, neve na man shumë në një nivel të lartë që nuk kena mundësi na me deviju, na si besimtar, sepse ne jemi të majt balans. Ana shpirtërore është të vdek të njerëzit. Ndëgjova një hoxh në xhumë, këtë xhumë, tha ne po investojmë shumë jetën e përditshme. Po investimi më i mirë dhe investimi më i madh është investimi në zemër. Pëlqej kjo thënie. Po, padyshim, sepse zemra është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë
është një pjesë në trup, nëse nërreqet ajo, nërreqet i tërë trupi, nëse prishet ajo, u kry filmi, krejt trupi prishet, ajo është zamra, sikurse motori kerë, dhe më thonë, e kam kerën e mira, po motori ka bloku. S'ka kur gjë bëja di kerë, veç mund është me bë koçak pula. Vetëm fasad. Faleminderit shumë hoq që ishit me ne, ishte kënaqësi. Shikues të nderuar, me kaq po e përmbyllim episodin ton, shihemi herave tjera.